Shiko se dashur, udhëtimin ton gastronomik global po e vazhdojmë në Austri, pra jemi në qytetin e Vjenës, ku jemi në Stefanplatz, pra i cili është një shesh ku ka shumë dyqane, por edhe lokale të cilat mundeni me ullë, me pi kafe, me shiu këtë pamjen fantastike që e kemi, me pamje pra nga kisha e Shën Stefanit. Pra kjo kish është një ndër monumentet kryesore të gjithë Vjenës dhe më të vizituara, e cila ka filluar ndërtimi në shekullin e 12 dhe pastaj gjatë viteve ka shkuar duke u ndërtuar më shumë. Ky vend pra ka aq shumë turist, sa që mundeni me pa edhe në pamje nga e gjithë bota. Kjo katedralja e Shën Stefanit ka ndërtim gotik dhe romanik. Vazhdojmë me pamje, vazhdojmë qëndrojnë me ne deri në fund, sepse do shkojmë tek një vend i mrekullueshëm, një restorant i mrekullueshëm këtu në mes të Vjenës. Shikues dashur, pra siç e pajtë edhe më herët, rrugtimin ton nëpër Europë, e vazhdojmë edhe në Vjenë, jemi tek një ndër restorantet më të famshme, jemi tek Sole, këtu në Austri, pra në Vjenë, e është nder dhe kënaqësi shumë e madhe me pas të zotëri Akin Nuredinin, dhe me bisedu më shumë rreth Sole, por edhe rreth jetës e tij, do na tregoj shumë histori nga jeta e tij. Zotëri Akin, faleminderit shumë që gjete kohë dhe u bashkove në emisionin Pasion e Profesion për këtë intervistë. Faleminderit juve për respektin, mirë se keni ardhur. Nuk thash rastësisht që është një ndër restorantet më të famshme në Vjenë. Pa mundesh me na atribuosh se çfarë ju motivoi që të investoni jo vetëm materialisht, por edhe shpirtërisht në kulturën dhe komunitetin shqiptar në Vjenë, por gjithashtu edhe me këtë mrekulli me Sole. Motivimi jem ishte ka qenë gjithmonë muzika klasike, për mua direkt, edhe ishte që ideja që të vinë Vjenë të hapi një restoran edhe që të me muzikë me gjithë artistët të muzikës klasike, edhe normalisht edhe artistët shqiptarë, ashtu që edhe pa ta fat edhe këtu në 1981 ka marrë shef në Vjenë për biznis, hapa firmën edhe do e dje një lokal, ashtu që në 1980 e blejta, në 1983 hapa restoranin Sole. Edhe fati që filloj ashtu puna që të filloj me një herë interesant ide që e kisha edhe dashuri për artin për kulturën, fillon gjithë artistët nga Bernstein, Karajan, Mirella Freni, Domingo, edhe gjithë me radhë. Edhe plus gjithë si Inva Mulla, artistët shqiptar, Inva Mulla, Mejda, artisti jonë tenori i famshëm Ramlaj dhe dhe shumë artista tjerë. Edhe gjithë tjerë që që, ashtu që janë, edhe gjithë tjerë në kombëtar, ashtu që është ide. Zotëri Aki, janë bërë 22 vite pri hapjes së Sole. Po a mundesh me të tregoj se çfarë roli ka luajtur edhe trashëgimia familjare dhe babai juaj, zotëri Lez Nuredini, në formësimin e vlerave tuaja të punës? Baba im ka qenë një person i veçantë si njerë, për tanë familjen dhe për shumë njerë tjerë, po veçanërisht për mua. Për mua ka qenë idoli im, se ishte një biznismen, një punëtor i madh i suksesshëm në Europë, edhe pja ti kam marrë motivime të mëdhaja, edhe kam mësuar shumë nga babi im, ashtu që kam pas idol.
Po, si e shihni rolin e diasporës shqiptare në promovimin e kulturës sonë jashtë vendit, shembull në Austri? Po, në Austri edhe jashtë vendit ka mos në për ta në botën pasi që jam kontakt me njerëzit tonë, me thënë veçanërisht me muzikën klasike, jemi shumë prezent, jemi shumë në shumë vende dhe kjo është njerëzit nuk e dinë dhe jemi të famshëm, jemi të mirë, jemi të mrekullueshëm. Ashtu që kemi artistë si këngëtarë, si të orkestrave ndryshme, si soliste, jemi shumë mirë, shumë pozitive, edhe shpresoj që të vazhdojë kjo sepse mos, veçanërisht nga Shqipëria, kemi shumë artistë nga Shqipëria, nga Kosova po ashtu, edhe normalisht edhe nga Maqedonia pak. Edhe jam shumë i gëzuar që do të vijë një orkestër tash me disa kontakte që bëna me ish ambasadorin tonë, Kelin edhe një artist i jonë kosovar, edhe ai me atë edhe do vijë orkestra e Finlandës do vijë në Kosovë, me kontakte që janë banë, ashtu që do vijë dhe për çështën që jemi të shku shumë përpara edhe të prezantojmë kombin tonë shumë mirë me kulturë dhe me art. Po, Zotri Aki është me të vërtet një mik shumë i mirë për të gjithë, sepse aq mirë sa na ka prit, po besoj që i pret të gjithë vizitorët e tjerë, të gjithë klientët e tjerë këtu në sale. Po, nëse do jepni një këshill të rinjve që janë jashtë vendit, cila do ishte ajo? Këshilli për mua është për të rinj që janë jashtë vendit, ato veç ta duan vendin tonë, ta vazhdojnë ta prezantojnë se çdo njëri prej nesh, ose çikëllive që janë për jashtë vendit, janë ambasador për vendin tonë. Ku të jenë, cilin vend pune, janë ambasador në mënyrën e tyre, që ta vazhdojnë atë punë, të jenë sinqert edhe mos e harrojnë vendin. Po besoj që disa prej shikuesve të Pasionet Profesionale kanë pasur një histori ku Zotri Aki ka qenë pjesë e shumë mediave këtu në Austri, bëhet fjalë për në kohën e pandemisë. Çfarë ndodhi Zotri Aki apo na tregon? Ishte një moment interesant, ishte pandemia, sa ishim mbyllur, sa muaj, 3-4 muaj ishim mbyllur, edhe ishte shumë strikt, ishte lëvizje, ishte dalë, unë shkoj deri në apotekë, edhe deri në eventualisht në merkato. Edhe erdhi momenti që do rihapem, edhe mbasi që unë presidentin e kam mik shtëpie, edhe mam telefonin të president, do vish ta hapim se zimi i madh ishte rihapeshte mbas pandemisë, restorani. Ta mi dhe vita me nga shtita, po tha, jo, tha me njerë sot, tha, këtë javë, kur hapet, do vi javën tjetër. Javën tjetër, shtunën, dhe shtunë, erdi, ora 7, ullëm në bashkë për jashtë në gjatë. Edhe shkoj morbet i shumë mirë, deri në fund datës. Betet gjatë. Betet gjatë, edhe erdhë koha u thëmë djemve, djalla, se ishte në restoran gjënë, karikë ishte plot, se normalisht ishim gjithë unë në dalim jashtë shtëpisë. Edhe ma kun shku në gjithë, edhe mbetona e presidentin, kishim ma e pjedë duhanin, ta mbarojmë sa këtë në rikim, edhe filloj shiu madh shumë. Shumë shi, binte ma sa ndi moment dhe e harru në pak të bisedu, në shkoj biseda shumë mirë. E u bo pak vonë, edhe në ora 12, vin një kombi me policë, me 8 policë, edhe vin aty. Duke mos e di që është presidenti brenda, apo jo? Duke mos e di se është presidenti, shpresoj. Edhe isa president, të herën shkujtë sa të flasë, ta shkom prezentar, mu thamë policëve që jam pranari, jam e sa miqët e minë, çfarë miqët, po presidenti, edhe jam i kujim. Që ashtu që edhe një thotë presidenta, Luan jeni, edhe të uqu presidenti, u mërë falje policëve, edhe uqu edhe shkum ashtu në shqitë madhë, shku në mërëm qatë dhe që ashtu që edhe të nesë klasi skandali madhë, skandali fillu në telefonatat edhe mediat botërore nga media shqiptare, italiane, austriake edhe si që e dini. Një skandali madhë, një javë ishte problemi madhë, se nuk dhe që kësi dhe përfundoje, se mund që të përfundoje si që përfundoje dhe në Angli, po pasën fatë madhë që unë e kalava shumë mirë, mbasa në kishte një publicitet i mirë. Si ka ndiku, desha pës këto, si ka ndiku ky rast në reputacionin e restaurantit? Pa ndryshime se ne jemi në regullë, jemi shumë stabili, jemi në... Po, ishte problem, një javë se kishte dhe të disa shame, kurse masa ndi ishte shumë mirë, ishte një qeshin, takoheshin, po, pa ndryshime. Por që klient të tillë keni vazhdimisht, apo jo, si presidenti, kryeministri dhe të tjerë. Po çfarë ju motivon të vazhdoni të investoni në kulturën dhe në mikpritjen në Vjenë?
Sepse ne normalisht jemi si popull shumë i kpritës, por që Sole dhe Zotri Aki e bën me të vërtet të veçantë këtë mikpritje shumë mirë. Motivimi është se unë jam njerë pozitiv, se nga fillimi i ditës, kur më qohem jam ashtu pozitiv edhe ashtu më shkom dita të në dita. Dhe për kulturën shqiptare që motivon kjo, më motivon se jam shumë pozitive dhe du kulturën, të një janë pjesë kulturës. Veçori përsi që thash paktare klasike muzike klasike, edhe gjithë njerëzit i presë kështu se janë restorani për mu, është një vend ku njerëzit nuk do t'vijen ta mbushin stomaku, po t'vijen të ha diçka të mirë që është normale, edhe të ndjen si shpini pjesë të vogël shtëpisë atje restorani. Edhe atë unë mendoj që va mësoj unë me ekipin tim, va mësoj klientët tonë që të jenë të gëzuar, të kënaqur, kështu që kjo është. Zotri Aki, për fund të kësaj interviste, si i fton të gjitha ata shikuesit e pasion e profesion me ardhë dhe me shiju ushqimin këtu në Sole? Unë thëmë mirë se të vinë gjithë shikuesit të televizionit juaj, televizionit Klan, mirë se të vinë, ne besoj që ushqimit dhe gjimit të mira, po për shqiptarët i ka thëmë edhe më të mira, që që mirë se të vinë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Faleminderit për intervistën dhe për mikpritjen. E shikues dashur, pas intervistës pra me Zotrin Aki Nuredini, tani është koha që të bëjmë një intervistë me djalin e tij, me Agron Nuredinin. Faleminderit shumë që gjetët edhe ju kohë. Jo vetëm babai me u bashku në këtë intervistë në Pasion e Profesion. Faleminderit. Është kënaqësi shumë e madhe. Pra Agroni tashmë ka marrë përgjegjësinë e menaxhimit të restorantit Sole. Do flasim pak për veçantitë çka e bën më të veçantë Sole në krahasim me restorantet e tjera në Vjenë, por gjithashtu do na tregoj Agroni pak më shumë rreth menys, si bëhet përzgjedhja e menys. Faleminderit shumë. Po, restorani jonë është veçantë se jemi këtu mbi 40 vjet, edhe me një restoran shumë familjare. Po vazhdimisht është o babi im, o unë jemi këtu për herë, jemi prezent, kupton, është edhe këtë e dëgjojnë edhe klientët tonë, edhe punëtorët. Në atë kuptim nuk kemi në një katenë, nuk kemi si ngjyrë, është jemi në një restoran ku e dëgjojnë klientët, se është me vërtet ka një, që thonë anglisht, personal touch, që ne jemi prezent edhe të shikojmë çdo njërin të tjerë. Atë besoj është ma një gjëra që ma speciale, po, këtu në Vjenë. Menuja është vazhdimisht për herë punon me menyn, edhe është për herë koordinim me kuarët, në kuarët tonë janë shumë suksesshëm, janë një kvalitet për herë shumë të lartë, ne kërkojmë ato gjatë po. Edhe një herë në javët, një herë në 2 javë të ndrymë një në pjesë e katës, që pjesë e prerë aktuale. A e bëni këtë edhe në koordinim me shihet e klientëve? Po, normal ushqimi duhet të jetë tradicionale italiane, po dhe një duhet edhe pak t'i përputhësh klientët austriake, disa gjëra që presë të jenë pak më ndryshe, po vazhdimisht duhet edhe kontrollat që t'jese kultura edhe tradicioni italiane duhet vazhdimisht të jenë aty në tavoli. Po si është të menaxhosh një restorant kaq të famshëm midis Vjenës dhe me tëra ato rregullat të cilat i ka ky shteti austriak? Është një kënaqësi e madhe. Sinqerisht, kënaqësia e madhe është e rrallë, është shumë punë, por është një kënaqësi e madhe se kemi klientë super, kemi kolegë super. Për shembull, sufëm këtu që kemi mbi 30 vjet. Po. Është rrallë, është plot punë, po është edhe kënaqësi, se është për ditë një gjë që e shohësh atë punën që e bësh, e shohësh edhe më një herë rezultatet e shohësh. Po. Gjithashtu një pjesë shumë e madhe e stafit janë edhe shqiptar. Po, jam këto shqiptarë kemi. Që është vërtet kënaqësi shumë e madhe sepse si hyn këtu tek Sole edhe dëgjon të flitet shqip, kështu që për gjithë shqiptarët që vinë dhe vizitojnë Sole në Vjenë, kemi një pjesë të shqiptarëve këtu, përveç pronarëve. Agron, flasim pak edhe për planet e ardhshme, çfarë plane keni?
Po normal, ambicione kom për herë. Babimi ka fillu këtë para në motin 83 restoranin, edhe kemi tani një bazë shumë të fortë. Kjo është një kënaqësi e madhe, po normal ambicionet e ime janë ta vazhdoj këtu. Me më tepër sukses. Edhe me më tepër sukses, po edhe çoh modikatër një projekt tjetër që mund vazhdoj, por kjo është një herë do të mbaj pak, jo sekret, po për vetë vitim, se Po patjetër, po besoj që edhe këto planet e mira dhe lajmet e mira zbulohen shumë shpejt, kështu që i presim. Agron, faleminderit shumë që gjete kohë, vjen mirë. Faleminderit.